Makina e një specialistit të tatimeve u hodh në erë me Tritol mes ditën e kësaj të martë në qytetin e Shkodrës. Shpërtimi ndodhi sapo 38 vjeçari ndezi automjetin, ai mbeti i plagosur dhe ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Këto janë pamjet pak minuta pas shpërthimit me Tritol të makinës në pronësi të Enea Busukjas, që shihni dhe në këtë foto. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 11:35 të kësaj marte në lagjen Docmazi të qytetit të Shkodrës, sapo 38 vjeçari ndezi automjetin e tij të parkuar pak metra larg banesës. Nga shpërthimi Busukja mbeti i plagosur dhe aktualisht ndodhet në spitalin e Shkodrës jashtë rrezikut për jetën. 35 vjeçari rezulton të jetë inspektori i monitorimit në terren pranë drejtorisë hetimore të tatimeve për rajonin e Veriut. Pak minuta pas shpërthimit, policia gjeti në fshatin Dragoç një automjet tip Volkswagen të shkrumbuar që po verifikohet nëse ka ose jo lidhje me shpërthimin me Tritol ndaj inspektorit të tatimeve. Për zbardhjen e ngjarjes, policia ka nisur të grumbullojë pamjet e kamerave të sigurisë në zonë me qëllim për të zbuluar kush fshihet pas këtij sulmi me lëndë plasëse. Deri në këtë fazë, hetuesit po verifikojnë disa pista që lidhen me detyrën që 38 vjeçari ushtron, por dhe ndonjë konflikt të mundshëm ku ai mund të ketë qenë i përfshirë.